Një fjalë fijese, nënçmuese apo përgojuese mund të shkatërrojë zemra, familje dhe miqësi të tëra. Allahu i Madhëruar thotë: Mos e përqeshni njëri tjetrin dhe mos e nënçmoni njëri tjetrin. El-Hujurat 11. Po ashtu Allahu na ndalon përgojimin duke e krahasuar ata me ngrënien e mishit të vllait të vdekur. Një krahasim që tregon sa i shëmtuar është ky mëkat. Dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: njeriu mund të thotë një fjalë pa i kushtuar rëndësi, por për shkak të saj bie në zjarr në një largësi të madhe. Një fjalë fijese mund të zgjasë vetëm disa sekonda, por dhimbja e saj mund të mbetet për vite të tëra. Shpesh njerëzit qajnë jo nga plagët e trupit, por nga plagët e fjalëve. Shembull, një burr në zemrim e quajti shokun e tij para njerëzve i pavlerë dhe i paditur. Fjalët u thanë për një minutë, por ai njeriu ndihej i poshtruar për shumë kohë. Miqësia u prish dhe zemrat u larguan. Pas vitesh, ai që e kishte fier u pendua, por fjalët nuk mund t'i kthente më pas. Kjo na mëson se është më e lehtë të lëshosh një fjalë, por rënd është të shërosh plagën nga ajo fjalë. Prandaj kur zemrohemi, le të heshtim. Kur dëgjojmë një mangësi të vllajin, të mos e përgojojmë. Kur kemi mundësi të nënçmojmë dikë, të kujtojmë se nderi i besimtarit është i shenjtë tek Zoti i Madhëruar. Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salam tha: njeriu mund të thotë një fjalë që e kënaq Allahun, pa i kushtuar rëndësi, e Allahu e ngre me të në grada të larta. Dhe mund të thotë një fjalë që e zemron Allahun, pa i kushtuar rëndësi, e për shkak të saj bie në xhehenem, Zoti na ruajt. Mesazh përmbillës: gjuha nuk ka kocka, por mund të thijej zemra. Nuk ka forcë fizike, por mund të shkatërrojë marrëdhënie. Prandaj besimtari e mat fjalën para se ta thotë, sepse do t'jap llogari për çdo fjalë që del nga goja e tij. Allahu na bëf prej atyre që flasin mirë, heshtin nga e keqja dhe i ruajnë gjuhët e tyre nga thirrja, nënçmimi dhe përgojimi. Amin.